siç e dini, nuk kemi asnjë akuzë për trafikim organesh këtu përpara kësaj gjykate dhe ky raport nuk përfshin asnjë pretendim për vepër penale të kryera nga Jakub Krasniqi. Një gjë është e qartë, më shumë se sa 5 vite më përpara, Jakub Krasniqi është arrestuar dhe i është hequr liria, ka qëndruar në objektin e paraburgimit për 1926 ditë, larg prej bashkëshortes së tij, prej 4 fëmijëve dhe 3 nipërve mbesave. Arsyet jepen hollësi në dosjen tonë përfundimtare, si dhe argumente shtesë të cilat ne do t'i paraqisim në parashtrimin tonë, dhe ne me respekt parashtrojmë që ekziston vetëm një opsion, që ju të nderuar gjykatës të merrni vendim pa fajësie për gjitha akuzat e ngritura ndaj Jakub Krasniqit. Në fund të parashtrimit do ju bëjmë thirrje të nderuar gjykatë që mbështetur në provat në dispozicion të shpallit pafajshëm zotin Krasniqi, ta lejoni këtë zotëri 75 vjeçar që të kthehet në familjen e vet dhe të kalojë vitet që i ka caktuar Zoti me familjen e vet.